Kemi videon, jenë në vëndi joti dytë kula. Këtu jemi përballë Shqipërisë. Përballë Shqipërisë, qa perle. Jemi mes Leçës dhe Brindis. Dhe Brindizit, qarë vëndi mrekullueshëm si ka mundësi, po ndërkohë ndonjë dhe këto. Shikoni videon se e bukur është, se kjo është foto. Le të tregojnë që i videon aman. Shive kula, a be ke parë? Pash. Qa perle. Ore tjo, po pse e i zërin të këto mërë, por na duhet zërin. Guarda. Shive. Guarda. Që e zërin? Cristo Santo. Cristo Santo. Hanno fatto scoppiare in diretta, guardali. Ai ishte bllafish. Guardali, porca puttana. Qa perës, që e. Cristo Santo dhe porca puttana, më gulla. Guarda. Opa. Shpërthim. Guarda. Hanno rubato il furgone. Rubato il furgone. Guarda. Oh, nuk mundem më, jo. Cristo Santo. Hanno fatto scoppiare in diretta, guardali. Nuk ka si ta italianëve, nuk harien këta, jo. Këta janë të vetëmi që mund të bëjnë perra të tilla, e kupton? Guardali. Si ka mundësi, mërkur? Guardali, porca puttana. Porca puttana, çfarë perle, mërkulla. Mërkulla, dëgjoj. Përgjithësi njerëzit, një ngjarje të tillë, kur e shikojnë, ndjesia e parë që është thotë, mos çfarë të merri, ju futet frika apo jo, imagjino të jesh aty ngjitur me ata. Ndërkohë, unë jam naiv dhe budalla që më pëlqen kaq shumë ta vetëm se flasin italisht, më kur, si ka mundësi? Ma shpjegosh të pjesë ti mua. Më japi një gëzim, mërkulla, nuk e di pse më gëzojnë. Ky është një film live. Film live, pra, jo, unë kam të dëgjua, më dëgjua. Gjua është e bukur. Po të flisim për shumë një gjuhë tjetër. Është gjuha e Dante Alighieri të thënësh. Si ka mundësi, mërkur? Është gjuha e Dante Alighieri. Porca puttana. Gjuha e Dante Alighieri të italisht, domethënë. Santo Cristo. Cristo Santo. Cristo Santo thanë. Çfarë perle, mërkulla. Krishti shenjtë, domethënë. Shive se kanë daluar gjithë makina, shive. Kjo tregon se sa profesionist zotët janë ata. Hanno rubato il furgone. Dhe do ta përshkruaj pse janë profesionist zotët. Guarda. Hiqe tani zërile jo. Afroje atë afër dhe të tregoj. Kjo të afroj. Kjo makina këtu, kjo lloj Alfa Romeo. Ba e frejmë të letjo. Me atë sinjal të policisë. Se është dhe sinjali policisë të makine aty lart, po. Ba e këtu letjo frejmë. Pa për e frejmë, bravo jema. Kjo lloj makine përdoret nga agjencitë e sigurisë në Itali, pra shërbimet, përdoret nga eskortat e prokurorëve, nga repartet speciale të policisë dhe shpesh janë edhe të blinduara. Alfa Romeo. Kjo lloj Alfa Romeo. Kjo lloj gjipi, pra. Disa modele, po. Kjo lloj gjipi Alfa Romeo. Se është gjipa e, më duhet si makinë e ulët ajo. Jo, është gjip. Edhe është një makinë shumë e mirë dhe përdoret nga institucionet. Pra, lloji i makinës që kanë gjetur, është një makinë që ai i furgonit që e ka parë përpara kur ashtu, ai i furgonit kur e ka parë ka menduar se vërtet është policia. Qartë. Se janë makina që ata i përdorin mos policia, repartet speciale, operative. Mënyra se si janë veshur, se si hecin, se si kontrollojnë armët dhe eksplozivi që kanë përdorur, duket që kemi të bëjmë me specialistë. Nuk kanë si të lënduar ndërkohë. Sigurisht, prandaj po them që janë njerëz shumë të saktë dhe kemi të bëjmë me specialistë. Janë arrestuar 2 persona, më thonë emra italian, njëri 30 vjeç, 30 sa vjeç, ishte parashutist, kulla, ka qenë parashutist i forcave speciale të ushtrisë. Tjetri 60 sa vjeç. Pra, është një njeri i cili ka shumë eksperiencë në këtë punë me grabitjet, që ka marrë informacionin dhe një që ka qenë pjesë e forcave speciale, se parashutistët janë në nivelin më të lartë të forcave speciale. Por mos harro se vetëm 35 vjet përpara, vetëm 30 vjet përpara në Itali, është arrestuar një grup në zonën Bologna-Rimini, është arrestuar një grup i madh policësh dhe ish policësh në atë kohë, cilët quheshin banda e Fiatit Uno të bardhë, Uno Bianca, të cilët për rreth 15 vjet i kishin grabitur të gjitha bankat e gjitha atij territori dhe largoheshin rreth 400-500 kilometra me makinë dhe nuk i ndalonte kush. Dhe kjo ishte arsyeja pse në fund kur arritën të arrestoheshin, pas shumë vitesh, arritën të kuptonin që kishin bënin, ka dhe një film për këtë gjë, ka ngjarje në YouTube, mund të lexosh, që kishin bënin me njësi të policisë, madje dyshimet në atë kohë ishin që jo vetëm kemi të bëjmë me njësi të policisë, po kemi të bëjmë dhe njerëz që kishin bënin me shërbimet sekrete.
Kështu që në mënyrë se si janë sjellë ta, marrja e informacionit, lloji i makinave, eksplozivet që kanë përdorur, fakti që s'ka asnjë të vrarë na tregon që kemi të bëjmë me nivele shumë të sofistikuara. Gjëra të tilla mund të shohim vetëm në filma, për shembull, një gjë të tillë ne kemi parë për shembull tek një nga filmat më të bukur që ka bërë Pacino me De Niro në Amerikë, që quhet Hit, Sfida domethënë. Dhe jemi në 2026 dhe mendonim që nuk do ekzistonin dot gjëra të tilla, po çka kanë bërë? Janë kaq sofistikuar sa e kanë bërë në autostradë se mund ta bënin kudo tjetër, ëh. Po sepse në autostradë din mirë që do krijohet rradha dhe policia nuk ka nga të vijë ose karabinierët nuk ka, dhe këta mund t'iket. Dhe jam shumë i bindur që kanë pasur të organizuar edhe rrugët e daljes dhe mënyrën si kanë ashtu, dhe do jetë, domethënë, do jetë sfidë e organeve hetimore për të parë në çfarë lloj nivelesh janë këta. Dhe e bukur është që tipi që po shohim në video, kulla ka një AK-47. Kallash. Normalisht janë kallash që vinë nga Ballkani apo jo? Po mund të jenë kallash që vinë nga Shqipëria. Kallashët. Janë armë blindore. Dhe ne nuk e dim se ka qenë grupi total, dim vetëm që janë arrestuar 2 veta. Do shohim, Italia, siç ka banda të forta, siç ka pasur gjithmonë sisteme mafioze të forta, dhe edhe ky rajon, domethënë, që është kontrolluar në histori nga Sacra Corona Unita, që është përballë nesh, ka patur edhe gjithmonë edhe njësi operative inteligjencë dhe hetimore të jashtëzakonshme, dhe kjo është historia e Italisë. Dhe shumë interesante tash është live. Po është e sigur kulla me 99.99% që këta njerëz kanë lidhje me shtetin, valla, se nuk mund ta bëj dot. Sigurisht, po them njerëz që kanë punuar për shtetin ose janë stërvitur nga shteti. Fakti që kemi të bëjmë me një parashutist, shiko, për të bërë parashutist në Itali nuk është gjë e lehtë. Kërkon shumë stërvitje, kërkon shumë filtr, kërkon shumë impenjim, pra kemi të bëjmë me njerëz cilët në një formë ose tjetër kanë lidhje me ose kanë pasur lidhje me institucion shtetëror. Okej, emisioni mbaroi, po të lexojmë disa mesazhe pyetje që vinë tek pyetjet tuaja, atje te kutia magjike që është QR kod, zonja zotëri, dhe që ju e keni skanuar tashmë me celularin tuaj, keni bërë login dhe po shohni pyetje. Po përpara na duhet. Po përpara do ikim, ato do thoshë, bravo. Përpara do ikim, po tipi 60 vjeç më thon po përgatitet për pensionin. Tipi që ka qenë. Ka thënë të kalojnë pension të mirë, kupton? Do bëjmë xhiro tani zonja zotëri, me që jemi te makina, sepse ju e dini. Nuk do të fusni çdo lloj zorre që do të përpara në rrugë, dakor? Kujdes, zgjidheni mirë zorrën tuaj. Shkoni pikërisht te vendi i duhur, atje ku benzina dhe nafta është kristal, është 100% e vërtetë dhe nuk ka hile. Shkoni te SPO Oil. SPO Oil është një karburant kampion, është i paparë, është i pastër, është i bukur si karburant, por mbi të gjitha ka cilësinë brillante të saktë, më të mirën të karburantit. SPO Oil e gjeni gjithandej, ja mban makinën në formë të paparë, që janë mësuar që jeni çdo lloj karburanti, pastaj ju bën çek motori. Po shkoni te Saidi, po e takuat atje do jemi të fala nga unë. Saidi është pronari, që e falenderoj për të bashkëpunim të gjatë. SPO Oil e keni jo vetëm në Tiranë, por edhe kur dilni nga Tirana për dallë, shikoni logon se e bukur është, nuk ngatroni kur. SPO Oil, bravo Saidi, e i paparë. The Fuel of Champions. Almiri thot, po e filloj nga pabur e parkull, Almiri thot, si pas të logjike, është çudi krijimi i lagjeve të reja vetëm me çifut komunitetet të mbyllura. Këta që gjasnë studion me ato flokët me pishtaletsa e mjekër dhe kapele cilindrike, më thot Almiri. Po bëj fjalë për data centerin. Pas ka shumë fantazi Almiri. Pyetër kullë, mos doshta thot Klevisi, mos doshta hedhin fishek zjarr dhe ikin në shtëpi, thot, kaq mjafton që bota të shofi që ka opozit, po këtë shpati. Se të kujtua opozita plakës, po fisin për gjithë tjetër, or Klevis, or Dragot. Ç'lidhje ka? Ndoshta është influencuar nga ajo grabitja në Itali. Jo, mos ka lidhje por. Me fishek zjarr. Tirana jon thot, Çani do jetë. Po e lexova këtu, do jetë në Zalt, po të Kasharit, fshati Ysberisht. Hebrend në Ysberisht, çfarë perle më burr. Ku e keni lokacionin Ysberisht. Çfarë emri? Ysber. Në Ysberisht ndodhen 2 reparte speciale të policisë shtetit, E di ma se vën dyshime burr. Kishin gjetë një fshat me një emër më të bukur më burr. Më të thjeshtë. Po mirë, atë zën ta bëjnë L dhe bëhet Ylberisht. Unë sa e vështirë për Është tuaj. mzezi afër më? Ha? Është mzezi afër.
Edhe mzezi më lëdi aman më borë, po ky emër mzez, më borë mzez. Mzez do të thotë i zi, domethënë. Po pra, mzez. Po atë zën ta bën lë dhe ta bën ylberisht. Se si këta marrë tu në Ib, më dhash, sa fshat i bukur me këtë emër Ib. I bukur, Ib. Ib. Perl. Ramizi i thot, çani pyete kullën me krijimin e kësaj data center, a na bën e lider rajon në aspektin inteligjencë artificiale? S'ka lidhje fare. Shrrugë gjatë, jo, mund të ketë lidhje, por shrrugë gjatë deri. Dhimojani prapë, se ju pëqethi që i thashun. Thot çani bëra një pyetje javën e kaluar, mos. Në qoftë se Ramsi do titullin Goy of the Year, doja të dija, thot, mendimin e kullës rreth kësaj. A do Rama të serviloset para të shifute? Titulli kërkon Ramsi Goy of the Year. Çfarë perle, gojim do të thënë. E kanë titull vërtet ta Goy of the Year? Kam të drejtë të përgjigjem me heshtje. Patjetër, po. Me heshtje? Po. Dakor. Ore, është titull vërtet Goy of the Year. Jo? Po është gjetje brillante, pra. Po se mund të ishte se Goy janë të huajt për izraelitët. I huaj i vitit. S'ka as ditë keqe. Goy of the Year, kulla, perl. Ç'na bërja i boku, se ai na i futi këtë Goy. Ishim ditë tavolinë, tha Goy, po se thanë kuptimin, Goy do të thonë që idiotë, ke parasysh? Më mbeti mua, se unë vdes për këto fonetikisht, këto fjalët që kanë një fonetik të lezetshme. Ke parasysh jam... Ti dhe Boku si një kështu, një dyshe, një duet i jashtëzakonshëm, çamo grek. Fiks, bravo. I vetmi çam i lezetshëm që kam njohur ai është. Po pse ka sa dush? Jo, ka dhe të tjerë, po unë të paktën atë kam njohur, çudi e madhe. Nuk është se njoh shumë. Ore, shiko shto tani. Është goj i drejt Ramsi, më thonë, jo goj i ligë. Kështu që ka mundësi të shkoj në Olam Haba, bota që vjen, kulla. Këto i diti kulla besoj, Olam Haba. Po pra po, rrim një këtë botë që jemi, se ajo që vjen ka ko. Jeni të shumë, le t'jo pse ma hoqe QR kodin. Papaxhiu thot, çani pyete pa kullën, ku do jetë të prendën që s'do jetë emision? Asun se di. Oçani, Nvidia lexohet Nvidia. Kështu lexohet? Nvidia. Po, Nvidia. Bravo Papaxhiu një ishte. Cili? RSH-ja thot, dy data centers, s'është i thënë të mbajtë dhëna shqiptare, por gjithashtu nuk krijon shumë vende pune, maksimumi 1000 thot, gjithashtu kërkon konsum të madh energjie, po e vërtet është. Po në këtë kohë 1000 vende pune s'janë pak. Ne nuk është se vuajnë për vende pune, se këtu droga është sheshit, po, kupton? Hanë të gjithë për atë punë. Po ta mendosh hollë, po flasim për vende pune në bordero, thua. Intelektuale, të deklaruara. Inxhinierësh, këtu nuk po flasim për... Ta je është bërë sport kombëtar, kush nuk po merret me atë gjë. A thua? Po. Është të merr, Jackson Martinez thot, nëse bashkëpunojmë me kompani private izraelite, është shumë lajm i mirë, ama duke ditur natyrën lokalistët theksuar izraelite, inxhinierë dhe profesionistët shqiptar do të shkojnë të punojnë në Izrael, thot. Po ka shumë që punojnë në Izrael tani. Një tjetër mesazh, Vladimiro Putin thot. Tipi thot, data centeri për momentin është bllokuar për probleme pronësie me tokën. Kanë dalë 4 pronarë që e pretendojnë dhe 2 të tjerë e kanë në proces legalizimi. Çfarë perle, do ndodhi si riolli dhe atje. Duam tokatona. Duhet të vdisni për tokat, Merren tokat pa vdekur. Në gjithë botën dikur për tokat vdisni njerëz. Vetëm ju i doni fara Shqipëri dhe të vazhdojnë të jetoni. Jo, duhet të bëheni kurban. Dhe Roberta Lia, që nuk beso se është Roberta Lia i miku jonë, thot, a i morën si përmundim ato lek? Ato po i morëm, ato eurët e ti i morëm. Jo, nuk e ka me ne, jo. A i morën si përfundim ato lek, thot. Po pra të furgoni pra të grabitja. Au, e ka për furgonin. Po. Ytë, se ka pa farë, ne, sa një shbërë lëmsh. Gazi, thot, qani piti po kullën, kjo prekja e veshit, ka ndonjë do me thënje? Dgjoj, të kanë vërë e shpesh i e bën veshin kështu ti, ke parë? Ka një problem që unë kam një dopsi në jetë që jam alergjik. Bravo. Edhe këtu kjo ndryshimi i temperaturës ashtu më kam që të bëjështë. Se e theja kulla, më mirë le ti kështi lëm njerëzi që të fantazojnë nuk. Është shenjë masonike, kujdes. Kam qenë para 2 vjetësh në një intervistë të pamfletit dhe isha me
me rrufën e alergjisë dhe isha i bllokuar dhe ata shkruanin kulla po ke pi mall sot domethënë. Bravo. Ndërkohë që unë jam njeri që jam kundër drogës në çdo lloj forme, kupton? Ramaduro thot Çani është shumë e rëndësishme që kulla të di që qendrat e dhënave janë vërtetuar shkencërisht që ndosin sistemin e qarkullimit të ujit me toksina që shkaktojnë kancer. Si e komenton kulla këtë? Po do ketë nevojë për teknicianët që të shohin vendin ku do ndërtohet, a ka rryma uji, a ndotet, ka kaq shumë gjëra që ndosin në Shqipëri sa Ndërkohë një besoj që tjetër- data centri do jetë gjë e fundit që Ju keni këto të kësaj, këto të thuaje, të kurumit, e di ku janë, Porto Romano, gjithë me shtëpitë e katunarëve, kontenerët i parë sot, ato toksike, ato që sollën dhe që kapën Në Tajland, për u kthyen. Kush e di sa ka aty, ka pas tjera çans. Po. Edhe një tip që nuk e thot, erdhën dhe vjetë, që sa thot në emri, thot edhe kulla thot gjip për makinat 4x4. Se edhe unë jam së ty kulla, i them gjip tyre të gjitha. Po. Kam betur kjo. Edhe unë Po kjo është e vjetër që nga kohë e Enverit, e marrë më ti që doshin gjip në këtyre. Po. Mund të ishte një markë tjetër ajo, gjonin gjip. Ato zakonisht që kemi pas në atë kohë kineze kanë qenë. Po jo gjipa. Gas. Po i themi gjip sepse është është bërë, është 4x4, pa qaper. Ke vashit edhe unë gjip, është bukur shumë. domethënë ky mje mua, se di që unë i them gjip. Po, mos do shte e përmëndet tani, më dha, se e the gjip se më makinës dhe ajo. Jo. E qazim po ka thot, shkemi Çani, këte nga Italia e kanë marrë mall me këto vjedhje, thot, një në muaj, thuaj se për pa viktima. Që se si pyte pa kulla, na ka mundësi të ndodhë në Shqipëri diçka e tillë dhe pse ka vetëm furgona me domate? Shqipëri kanë kanë marrë brenda marrë avionit 2 herë. Janë fundërina zlla, Brenda avionit. Florinasit. Jo një herë, 2 herë. 2 herë. Piktori austriak thot, nëse e marrim të mirëqen që është lajm i mirë të bashkëpunosh me kompani izraelite, sidomos për data center, atëherë la situazione della situazione non è buona. Mi dispiace, ma la situazione è buona. Edhe ti ke drejt. Edhe ti ke drejt. Ua, mua smiket Maradona Cenolli thot, po Kashar sa emër i ndyrë, është domos po e përsërite një 4-5 herë. Kashar. Pse, qa ka po thuar disa herë Kashar? Kashar. Jo, mua nuk duket i keq. Sharka. Ja. Ta them pastaj se Jo, do ma thuash tani se Të kashar, do me thënë. Ha? Të kashar. Si? Të kashar, pra. Të Kashar. Po të ndash, o të kashar ose po e hoqë shën dhe ligje tjetër. Po jo që shën, po kjo nuk thot po jo që shën. Po pra edhe i thot sa emri ndyrë, edhe prandaj thosh. mund t'jetë fjale për bërë, mo. Nese, digjon. Çani thuj kullës se Kistingeri, thot Tim Diti, gjithashtu ka thënë që ti jesh armik e Amerikës është e rrezikshme, por ti jesh miku i saj është fatale. Qa ka thënë, ky Kistingeri ka qenë filan. Ka pasur një tjetër, ti. Ah. Pse s'ka grushtë shtetin në Amerikë, thoshte dikush në këto. Po e di unë, është e vjetër shumë kjo. Pse s'ka grush shtetin në Amerikë? Dhe i tha se s'ka ambasadë amerikanë. Po kjo kështë të bënte me Amerikën e Jugut atëherë, kupton që ndodhin grushtë shtetin. Po mund të vlej për çdo rajon. Po jo. Ka ndryshuar situatës. Më thua? Ne. Ore dëgjoj. Ky amerikanë që erdhi sot, që kishin nxjerrë ambasada se një optim, ishte i rëndësishëm kulla? Po. Ç'a ishte ky? Një zyrtar shumë i lartë i departamentit të shtetit. Ishte takuar dhe këta ministrat, ministrin e Brendit, ministrin e këtë të thuaje, si quhet ky Ramallari, kujt është ky I drejtësisë, po. Edhe Nuk e di kishte takuar Presidentin e tjetër. Republikës. Edhe Barami, po. Edhe këta të Ishte takuar dhe këta të sistemit spaku. drejtësisë, po. Po ç'a erdhi ai? Kuptove gjeti nga mesazhi? Kulla? Se kam parë. Me kam seriozisht. Se kam parë, do të shohë. Ti di që unë s'flas kurrë, po nuk i hyra brenda gjërave. Çani ky kulla shumë gjëra di thot. Mos është çifut. Jo, nuk jam, se po t'isha do t'a thoja, po kam shumë miq hebrej. Dhe Dhe shumë miq izraelit. Dhe Belinda Balluku shkruan mi mbrëma Çani sa del Liverpooli se ka vendos skedin për të blerë një garzonier. Sa perle, qa fantazie ka njerëzit ai. Unë me futbollin çan jam si Enver Hoxha me naftën, nuk kam lidhje fare. Bela! Të doli emri motor, e di që si e ti. Tani emri jote është i famshëm, dhe e përdorin të gjithë. Dhe gjithë do duan të jenë Belinda Balluku, të gjithë, pa përjashtim. Ne mori madhë për Samsonin. Po e kërkon regjimi, kulla, di? Samsonin ton, Afrikanin. Nga Kenia, po kërkon regjimi. Po, shumë mirë.
Po kush regjim, po përse po kërkojnë thua ti? Kur shkoj unë Kenya do ta marr. Përse po kërkojnë? Se ma the dje për arsye. A? Për Epsteinin. Për Epsteinin. Po shumë mirë. Dhe ky i ka rënë Epsteinin, Po. dhe atje në Nigeri ka shumë fajle, kanë dalë shumë fajle për... Po s'është Nigeri, ky është në Kenya. Më falë Nigeri, thash, Kenya se ngatrova, ndjes. Po pa Kenya kemi pas president në Amerikës, apo harrove? Kush ka qenë? Obama. Kenya ishte Obama. Po. E kështë edhe vlajni, jati Keniotit. Në origjinë, po, bravo. Po. Me origjinë, babajnë jeton të në Kenya, vlaj jeton të në Kenya. Po vetë ai s'ka lindur atje? Jo, ai s'ka lindur në Kenya, ka lindur diku tjetër me tjetër, po nga Kenya ishte. Ishte edhe në publike, nuk ishte sekret. Shumë unë që isha në Kenya vjetë, ditë të dëshmoj që është një vënd shumë i bukur. Është i bukur. Po.